shërimi I plagës në vakum. Do me thonë, ajo bëhet me një makinë speciale, e cila ka një pompë. Dhe ajo pompë, do me thonë, e ka edhe një pjesë të shpuzvës, e cila lidhet dhe vendoset në plagë. Të dalim pak të kë shërimi I plagëve pas operimit. Po, Si ekziston mundësia apo shërimi, apo si trajtohet nga ana juaj plaga pas operacioneve, apo? Kemi shumë plaga të lloj-llojshme, do me thonë pas operacioni normal, hapet njeriu dhe një organ operohet apo gjinden operacione të ndryshme në trup, atëherë kërkon ai operacion një shërim të plagës në përgjegjësinë e profesionistit. Do me thonë, një plagë e cila është e ndërlikuar, ajo kërkon edhe një shërim special. Ka shumë metoda të ndryshme në Zvicër, çka e gjej mirë se është në zhvillim të lartë, ku infekcioni është nga njëherë I pamundshëm, do me thonë me këto metodat të cilat I trajtojmë na në medicinë. Është një ndër prej tyre është shërimi I plagës në vakum. Do me thonë, ajo bëhet me një makinë speciale, e cila ka një pompë. Dhe ajo pompë, do me thonë, e ka edhe një pjesë të shpuzvës, e cila lidhet dhe vendoset në plagë. Kështu që 2-3 ditë ndrohet, do me thonë, kontaminimi me bakterje është I pamundur. Mundet gjithçka me ndodhë mirë, po do me thonë mbi 90% është një siguri e plagës. Do me thonë ke këto lloj trajtime të plagëve, të cilat janë në të vërtetë në kujdesin e profesionistave, në kujdesin e hirurgave dhe shërohen, do me thonë, pa komplikacione. Bëhet fjalë për shërimin të shpejtë të plagës apo shërimin estetik, domethënë që duket pa dy as bashku, se këtyre spari wound management më kanë është një si thom një punë, një detyrë një personi e cila ka me 2 palët të bëj. Jo vetëm me shërim të plagës, mirë, po duhet të mendoj se si do të shërohet ajo plagë dhe si do të mbet sheja e plagës. Aty ka shumë faktorë, do me thonë në të cilat profesionisti duhet të punoj së bashku me pacientin. Nga gjendja shëndetësore, anamnezën e pacientit, o përqëndron mirë me shëndet, ka imunitet të fort, apo ka mungesë të vitaminave, ka mungesë, vitamin C është një ndër vitaminat të cila është shumë I rëndësishëm gjatë shërimit të plagëve. Pastaj cinki është një element të cilin nuk e vrejmë na në fillim, kur je I ri. Mirë, po ndërkohë, mas shumë viteve vren që s'është në rregull diçka me lëkurë, s'është në rregull me pigment. Do me thonë, gjitha ato gjëra prej ne promovohen. Do me thonë, nga ne